Vjen viti 81 dhe është moment kthese për krejt shqiptar, vinë demonstratat, edhe është moment kthese dhe për juve në shqiptarëve në Amerikë. Aty fillu mu bashku. Po. Kur kem fillu demonstratat... Demonstratat para Kombeve të Bashkuara. Po, para Kombeve të Bashkuara, për Adem Demoqin, për umledhën tonë, pa marrë parasysh ideologjive. Ato erdhen gjithë. Edhe ba mira u bo që erdhen gjitha trojeve. Edhe Shqipnis, edhe të Macedonisë, që Preshevset, Moni Zik, gjithë. Uniteti shqiptar për herë të parë në Amerikë. Era parë se i shot mbledhën bashkë. Ata ke vazhdu te vite 90 e kusur, po pa da heq. E tash ju keni qenë një situatë interesante sepse dy legata, dy ambasada, dy konzulata jënë përpjek me ju tërheq ka ana juj. Pa. A ma të regon këtë punë pak? Po me thonë dhejtë ata Shqipnis, gjithë ku shkojshin me dëmtu, me indove, do më thonë me i bo për me punu me ta, me punu asi. Po flasim për legatën në kohën e Enver Hoxhës. Po. I kem pas ofër, pa ta bletë një restorant, ti e din. Po. Ata dy rrugë e në parë në avenu. Avenyn e parë, po. Ata ishin një dy dirë vanelë, se na bishin ka dera, ishin të grekin, më në poshtë, si ishin të na. Te si rakë, kur erë sole, do bëllë qatë, kur arë sole, qaj sekretari, por arë dhe ka li punë të na. E ka shti gruën, e ka bo hustë, aj managjere jam, e ka bo hustë gruën e ati. E i thajshë ati, thashë, marë burë, te i dje par dje bishe ka dera, asë që shjesta, thashë. Po zgudajshë me kështu. Qëka ka qenë qëllimi të ne? Qëllimi të ne, mes me bo probleme në Shqipni, mes me kryu probleme, mes me u angazhu se këta lokaliteti e formun me Leka Zogun në Sponjë, e formun një organizat, i patën bo të 10-90 shqiptarë si ushtarë atje. A i filloj me bo aso gjonash, po, te i... E qëtën presë. I veç aty e largun ato që unë në friktjubit atje, po, a i akon rrat aty ka bo se fa... Po, me sa di une kam pas heq... Deshka. Sepse vetë Spanjolli ju ka pengu. Deshka, po. Skandash me pas njërës termatosën ata. Po, ato fillun që to gjona, po. Edhe vazhdime që shtisojt. Po, të rasti i Shqipnis, do më thonë, ka egzistu një përpjekje mes konzulatës Shqipnis edhe konzulatës Jugoslavis, ku ka pas shqiptar, me u infiltru dyqysha, me pas njerës të ju. Po. Edhe këta tonë fillun me një qatë rrugë, një kobile bukur gjatë. Cëllë tonë? Konsulatës tonë, shqiptarët që ishin tonë, fillun me na bo gjepa, me bo... Me i këthy për veti, po. Me i rekrutu. Po, me i rekrutu, po. Hoptas. Po. Dhe më thonë, qëllimi ka qenë... Po. Me nda emigracionin, mes mu bo bashkë, mes me bo naj problem. Po. Në rastin e Shqipnis, ka pasën një ndikim ideologjik, disa prej bashkaktivistave tu i majnë mendë dhe tu qenë tu agjetu për Enver Hoxhën në atë kohë. Veri pa dek, pa ta edhe ishin e Nezmin atër. Me Nezmin i kanë pas lidhet. Qysh është e mundën që ju që keni shku në Amerikë, keni marrë shtetësi amerikane, disa për jush tash mu angazhu për Enver Hoxhën? Këtat mu një zi, e kishin pas një koshoj tyne, ministri i punëve të mërshme. E a i tërhjekë, që të mos qera e këta. Këta tjerë që janë konë, i ka pas familje atje. E i ka lidhë familjarizme me ta. Po, do më thonë s'ka qenë punë ideologjike, pas ka qenë lidhje ma... Interes.